Për ju miq të sofrës shqiptare kam sjellë recetën e pitës me lakër të bardhë dhe qumsht, apo ndryshe siç njihet resenik. Përgatitja e thjeshtë, vetëm se me 2 kuleç, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht morim një lakër. Unë kam një lakër 1 kg, sepse jam duke përgatitur një pite në tepsime numër 40. Qofse përgatitni 2 pite apo një tepsime numër më të madh, atëherë merrni një lakër më të madhe apo 2 lakra, varet se si i keni kilogram të lakrës. Morim lakrën dhe e laj mirë me ujë, ja largojmë kështu këto fletat e para. Lakra pa tjetër duhet të jetë lakër e tushis, nuk guxon që të jetë lakër e sallatës, pra nuk guxon që të jetë lakër jeshile. Morim lakrën dhe e ndajmë në pjesë jo shumë të vogla, nuk ka nevojë, në pjesë mesatare. Kështu. Dhe direkt pjesët e caktuara do i kalojmë në tenxhere ku do bëjmë zirjen. Hedhim kështu në tenxhere. Përgatitja mbushjes nuk ju merr shumë kohë, shumë shpejt bëhet. Vërtet bëhet një resenik shumë i sheshëm. Mua më pëlqen ky lloj reseniku. Kaloj kështu gjithat në tenxhere. Në këtë mënyrë bëjmë sotimin e gjithë lakrës. Tash tenxherën e vendosim në zjarr, shtoj ujë. Sa masa të lakrës kam vendos, kam hedhur këtu 1 kg me lakër, ja hedhi 1 litër me ujë. Aq ujë do me thënë hedhni në tenxhere. Sa kilogram lakër, aq ujë hedhni në tenxhere. Tenxherës ja vendosi kapakun, la një vrim të kalojë avalli dhe në temperaturë mesatare e zi masën rreth 50 minutave. Lakrën e kam zier për 50 minuta, her pas here e kam përzier. Tash marr dhe bëj kullimin në një sitë apo e lëm që të ftohet dhe e shtrydhi me dorë. Do me thënë që s'duhet të ngel asnjë pik uji fare. Kam bërë kullimin e lakrës, plotësisht ja kam largu ujin, e kam kullu një herë dhe kam lënë të ftohet, më pas kam bërë shtrydhjen me duar, ja kam largu gjithë ujin. Tash ja hedhi një lugë mesme me krep, apo krep mund t'i shtoni sipas dëshirës, dhe 500 ml me qumsht. Dhe masën vetëm se e përzi mirë, që kripat përhapet në përgjithë masën dhe mbushja po harxhi është gati. Pasi mbushja është gati, përgatisim brumin e resenikut. Në njëjin shtojna 550 gram me miell. Shtojna një lugë të mesme me krep. Shtojna rreth 2 lugë gjelle me vaj. Vaji ndihmon në tërheqjen e brumit dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i vakët. Shtojmë ujë dhe punojmë brumin. Brumin direkt do e punoj me dorë. E formoj kështu një brum mesatarisht të butë. Pra uji duhet jetë i vakët derisa ta duroj këmbëmba e dorës. Pra e punoj brumin derisa të largohet nga dora. Në atë mënyrë brumi është mjaftueshëm i punuar. Sa më shumë që të punohet, aq më mirë do del pitja. Shtojmë pjesë ujin më mirë, në këtë mënyrë kontrolloj në trashësi. Kam punu brumin, kam fitu një brum me trashësi mesatare. Tash përsëri brumin e kthej në enj, mbuloj enën dhe brumin e la në ambient ngrohdhome që të pushoj dikon rreth 40 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga ena, kaloj në tavolinë pune. Është bërë brumi shumë i mirë, pasi ka pushu mjaftueshëm. Tash brumin e punoj pak.
Hedhim miell sa herë që ka nevojë. Ja japim një fut lëmuar dhe ndoj me 2 pjesë të barabarta. Secilës pjesë ja jap formën e një kulaçi. Sa me lëmuar forma, aq më mirë do del pitja. Mënyrën e njëjtë ja jap dhe kulaçit tjetër formën. Është gjeshja, tash morim kulaçin e parë dhe bëjmë hapjen. E hapim në një masi dikon rreth 40 cm. Hedhim miell, kështu vazhdimisht gjatë hapjes. Në këtë mënyrë i hapi të 2 kuleçt në të njëjtën masi. Kam hapur të 2 kuleçt në masinë e njëjtë. Tash këtu kam shkrim gjallë. Ju mund ta përgatitni me vaj, me puter, varet nga dëshira juaj se si doni t'ju përshtatni recetës. Dhe kështu mbi sipërfaqen e secilës pejë të hapur shtoj nga 2-3 lugë nga gjalpi. Dhe i përhapi kështu. Me një brush apo me dorë. Vërtet, kjo pite shkon tash gjatë kohës dimrit, është shumë e shishme. Tash petat e hapura i lajm që të pushojnë rreth 10 minuta. Kanë pushu mjaftueshëm petat e hapura. Tash marrim njërën nga petat dhe kështu e ndaj nga ansorët. Dikon me 10-9 pjesë varet. Prejmë kështu. Dhe në mes e prejmë kështu në formë rrethore. Kurse mesin do e prejmë në 2 pjesë që të bëhet me i hodh. Kam prejmë 9 pjesë nga pjesët ansore dhe 2 pjesë në mes, gjithsej e kam prerë në 11 pjesë. Tash filloj që të bëjmë palosjen. Marrim kështu nga një dhe vendosim njërën mbi tjetrën. Gjeshim kështu me maje të gishtat. Bashkojmë qoshët e petës dhe në çdo të tretën pjesë të ngjitur hedhim gjallë. Nga një lugë gjithë është mjaftueshëm. Tamam do jetë i ndyra. Aq. Nëse e përgatitni me vaj, pak më vështirë, brumi shkon. Kështu gjalpi pak ngrihet dhe më lehtë keni të bëni bashkimin e qoshëve. Shtojmë tash një lugë gjelle me gjallë. Përhapim. Përsëri ja vendosi një pjesë të hapur. Në këtë mënyrë e radhisim gjithë petën e parë. Mirëpo, gjatë radhitjes brumin e kthejmë herë nga njëra anë, herë nga tjetra. Tash kthejmë nga ana tjetër. Në këtë mënyrë paralel do gjiten gjithë pjesët e brumit. Vazhdojnë atutje në mënyrën e njëjtë.
Kam formu petën e parë, tash do formoj petën e dytë. Petën e parë do lënë në njërin skaj tavolinës punës, hedhin pak mirë dhe e loj, kështu do pushoj deri sa të bëjmë prerjen e petës së dytë dhe radhitjen. Pra e prejmë në mënyrë të njëjtë, në 11 pjesë, mesin në 2 dhe e rendisim në të njëjtën mënyrë. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje edhe me petën e dytë. Në çdo tretën pjesë ja hedhim nga një lugë me gjalp. Përgatitja ideale për fillestarët mund t'ja dalin në këtë mënyrë dhe del shumë e mirë, ndahet flet. Kam formuar dhe petën e dytë, tash marr petën e parë, petën e dytë e lëm tek vendit ku ish peta e parë, hedhi pak mirë tavolinë punës dhe e hapi kështu në masi të tepsinës. Munduhem kështu nga qofshit më shumë përqendrohem. Dhe nga ana tjetër, përqendrohem nga qoshë. Tepsinën e kam lyer me gjalp të ngrirë, tepsia është me numër 14. Ndohem të jap formën rrethore, formën e tepsisë. Petën e hapur e vendosi në tepsi dhe munduhem kështu qoshet t'ja bëj nga rraftë e tepsisë që t'ja formoj rrethin. Tash ja kaloj në mbushjen. E përhapi mbushjen, munduhem me gjitha anët ta përhapi në trashësitë e njëjta. Tash sipër i shtojna 2-3 lugë gjelle me gjallë. Kam përhapur mirë nga gjitha anët. Tash bëjmë hapjen e petës së dytë. Petën e dytë e hapim në një masi pak të vogël se tepsia. Hedhim mirë dhe nga pjesa e poshtme. Në mënyrë të njëjtë dhe petën e dytë e hapim. Përqendrohemi më shumë tek qoshet. Kështu, me anë shkopit, pak e përheqim me duar, ka pushu brumi më shumë se tek peta e parë dhe me duar bëhet të heqja. Dhe tani edhe pak dhe do jetë mjaftueshëm. Kam përhapur petën e dytë në masinë e dëshiruar. Tash e vendosim mbi harç, kështu tek peta e parë. Munduhem ta përhapi mirë mbi gjithë sipërfaqen. Marr qoshet e petës së parë dhe i bashkoj me qoshet e petës së dytë. Dhe kështu me majet gishta e shtypi brumin fort, sepse gjatë pjekjes mund të del harxhi jashtë dhe t'i prishet forma resenikut. Kështu nga gjitha anët veproj. Mjaftueshëm është, marr një lugë të vogël dhe filloj që t'ja formoj rrethin. Kështu nga gjitha anët ja kthej rrethin me anë lugës. Del pitja më e bukur dhe nuk del mbushja gjatë pjekjes. Kam formuar rrethin, se përjashtoj përsëri gjalpin. Na ka ngelur dikon 3-4 lugë, jashtojmë të tërin. E përhapi kështu gjalpin në gjithë sipërfaqen, vetëm kujdes që mos ja dëmtoj formën.
në senikut dhe është gati për pjekje. Kam nxjerrë furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjekje rreth 20 minuta. Kam largu nga furra, ka dalë shumë mirë. Tash morim një thikë dhe shprisim pjesën e tepërme. Ndahet shumë e mirë. Ndahet plot. Morim pak ujë dhe spërkasim sipër, kështu që të zbutet. Dhe pak kështu nga qoshet. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Pitja është ftohur, të ndoj një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Ja dhe si duket pitja me lakër të bardhë apo reseniku. Besoj se ju ka pëlqyer motra dashura mënyra se si e kam përgatitur. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, mirëmëngjes nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.